Ekspertët e sigurisë e shohin si të pakuptimt shpalljen e gjendjes së luftës, pasi sipas tyre Maqedonia nuk ka armikë as që është e kërcënuar nga ndonjë shtet tjetër. Eksperti i sigurisë Lubomir Gjureski vlerëson se nuk mund të përjashtohet mundësia e inskenimit të ndonjë konflikti qytetar, madje edhe ndërshtetëror, pasi sipas tij vendi ndodhet në situatë kur zyrtarë të lartë në pushtet janë thellë të zhytur në krim të organizuar dhe janë në gjendje të bëjnë çmos për ta mbuluar të njëjtin. Është gjendje në të vërtetë shqetësuese, duke pasur parasysh se vlerësimet tona të sigurisë dhe informatat tona tregojnë rrezik solid nga mundësia për shkaktim të një konflikti ndërqytetar në Maqedoni, me mundësi për të shndruar në konflikt ndërshtetror, që është rrezik edhe më i madh. Dhe kur i gjithë ky kaos të krijohet, nga ana tjetër pa mundësia të mblidhen 81 deputet në kuvend, i mbetet mundësi kushtetuese presidenti Gjorgji Ivanov të shpallë gjendje lufte. Eksperti Blagoja Markovski vlerëson se platforma e partive shqiptare, e cila për VMRO-DPMN është krijuar në Tiranë, nuk cenon sovranitetin e Maqedonisë. Andaj sipas tij, nëse Ivanov do të shpallte gjendje lufte, komandantët e ushtrisë kanë të drejtë të mos i binden. Në situatën aktuale në Maqedoni nuk ekziston asnjë mundësi për shpallje të asnjë lloj gjendjeje të luftës, të jashtëzakonshme atë krizës, pasi nuk kemi dy palë në konflikt. Ajo që një incident i izoluar mund të shkaktojë do të ishte vetëm nga ana e atyre që e mbështesin pushtetin e deritanishëm, dhe në atë aspekt është e paarsyeshme të udhëhiqet ndonjë gjendje tjetër, përveç situatës aktuale tani. Sipas Markovskit, nëse presidenti Ivanov do të shpallte gjendje lufte pas një konflikti të iniciuar qëllimisht, do të shkelte rënd normat ndërkombëtare, për çka domosdoshmërisht do të përgjigjej para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag.